kush na thirr ndarës, më veç kena me kall. Kam pa domethënë as atyve që kanë besu syt që janë të pa domethënë mu të bë muzikë, kam vazhdu edhe jam të vazhdu fuqishëm. Po besoj që ta dy çunat që të njihni krejt, nuk ka mundësi mos mi njoft se TikToku është mush me video tyne. E kemi Diorin edhe Donardit, dy muzikantë të rinj, që nuk kemi mësuar mi pa më herët. Dior, Po. Apo më kanë thënë që sa kohë ja ke nis me u marrë me muzikë? Unë me muzikë mirëm që 7 vite, domethënë atëherë ja kom fillu edhe ka fillu edhe talenti jem, domethënë ja kom fillu me zbulu talenti për sindin që... Kush të ka zbulu ty? Qysh e ke zbulu? Po mo mi ka knu, domethënë ma herët, edhe unë të përcjell me vite, domethënë edhe unë ka lindë edhe mu një dashuri për muzikën, domethënë edhe ku më thonë bile nështë me knu nuk po se më vik edhe pak marrë, po thësh na bile me një instrument më marrë. Tani unë ka lindë talenti domethënë edhe qefi për sindin, edhe më ka pëlqyer shumë, edhe domethënë i kom jap punë, angazhim edhe sot e kom arrit. E me këndua, çka zoni hiç apo si Po, mund? ja e këndoj ka një herë në shtëpi edhe i publikoj do video, domethënë për mi këtu shiku që na doj shumë ana e dojnë. Përveç teje edhe Donard e mirët me muzika. Po. Donard? A e ke pa vllahun te apo qysh ja ke fillu mu marrë edhe ti me? Po vllahun tani, a mu më ka pëlqyer. Tani kom thënë babit më regjistron kush nuk ka regjistron. Cili ka qenë komenti i pari që është nis i mësuesve në shkollë kur e kanë kuptuar se ti po ki talent shumë në muzikë edhe në... Po, ata dyshysh nuk e kanë prit se janë mësu me mu pak muqela, për disha nuk e kanë di që unë e kam talent në muzikë, domthon kur e kam pa, unë kanë thonë, a je ti më shu për një mes indit, je veç me intro, domethënë, ju e kom thonë që për një me, derisa kum pas edhe festa në shkollë, domethënë, festivale që i kena mojt atje dhe ja kum dëshmu, domethënë, live edhe unë kanë përgëzua, unë kanë thonë vishë vazhdo, domethënë mos u nal edhe mos u ndiko pi tjerëve. Ju jeni marrë shumë, ka kohë, domethënë te përmend edhe vetë që ka që 7 vite që merresh me sen. Nuk po besoj që nuk e shku me naj dasëm, po besoj ke shku në për dasëm. Po, normal. Cili ka qenë reagimi i njerëzve kur të kanë pa ty? Reagimi... Ka qenë vogël, sa ka qenë edhe më i vogël ashtu vitet. Reagimi njerëzve ku më kanë pa domethënë as atyve që kanë besu syt që janë të pa domethënë mu të bë muzikë, derisa kanë ardhur edhe ja kum dëshmuar domethënë edhe un kam pëlqyer shumë tani që kjo më ka shti mua çku pëlqimin njerëzve domethënë më ka shti mua që me vazhdu me darsma, kam vazhdu edhe jam të vazhdu fuqishëm. Donard përveç baterive a lunaj tjetër instrument apo veç për këto? Ja, veç këto. Sintit nuk e mundu as heq, a? Jo, sinit po këti. Ma shumë baterive. A keni pas naj kërkesë për naj këngëtarit ose naj kujt për naj bashkëpunim më shumë? Po, kemi pas kërkesa, domethënë na kanë thirrë në për spot, domethënë mja bë kongë, kit bashkë me bë kongën, po njëherë desa të rritet edhe pak llove edhe... Apo do një me na luj diçka dhe neve me naj muzikë diçka? Që tash kena me kongë. Hajde! Donard, apo më kallëzën të ashti mu qysh me lujt edhe në qëto bateri? Shabull, e ka kështu, shabull, e lëshë muzikën aty të sindi, e për qilë me kësi, tani ku to kalimja vash kështu... E që kjo për shka shërben që kjo po shtu? Kjo për shabull kështu basa. E që kjo për shka shtu? Qa po ta mërë me një, da dita e qa jo? Hajde të shumë shpallë.